Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar sot në Gjilan kompanitë që merren me prodhimin e dronëve ushtarak dhe civil, duke theksuar zhvillimin e industrisë së mbrojtjes në Kosovë. Ai ishte i shoqëruar nga kryetari aktual i komunës Alban Hyseni. Kryeministri Kurti theksoi se Kosova ka investuar në blerjen e dronëve Bayraktar TB2, Puma dhe së fundmi dronëve Kamikaz Skydagger nga shtetet mike dhe partnere, ndërsa tani po zhvillon prodhimin e dronëve luftarak edhe brenda vendit. Të ardhmen e industrisë së mbrojtjes dhe avancimit të dronëve luftarak po e ndërtojmë dhe zhvillojmë edhe në Kosovë. Shteti ynë po shndërrohet në vend që prodhon. Në Gjilan bashkë me kryetarin Hyseni vizituam kompanitë e prodhimit të dronëve ushtarak, skifteri dhe dronët civil nga Future Minds Academy dhe Miga Sky Shield Mar Made in Gjilan, përveç se natyrisht Made in Kosova. Droni Kamikaz K1 arrin shpejtësi maksimale prej 180 km/h dhe lartësi deri në 2500 metra, ndërsa skifteri arrin në 5000 metra lartësi, hapësirë operuese 20 km dhe shpejtësi prej 270 km/h. Në mbrojtje e siguri kemi investuar duke blerë nga shtetet tona mike dhe partnere dronë të ndryshëm, tash dronët luftarak po i prodhojmë edhe vetë. Si qeveri edhe në nivel qendror edhe lokal, do ta mbështesim dhe përkrahim ngritjen e kapaciteteve dhe prodhimtarisë, gjersa nuk do t'i ndalim investimet për mbrojtje dhe siguri, shkroi Kurti në rrjetet sociale.